Audio Jungle. Bashkimi Demokratik për Integrim dënoi aktin e vrasjes së të riut dhe sjelljen vandale gjatë protestave që pasuan ngjarjen tronditse. Me anë të një kumtese për media, kryesia qendrore e BDI-s tha se po ndjek me shumë shqetësim ngjarjet e ditëve të fundit në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit. Partia thekson se vrasja e një të riu ka tronditur të gjithë opinionin vendas dhe paraqet akt që kërkon dënimin dhe keqardhjen e të gjithë neve, andaj shprehim ngushëllime të sinqerta familjes së të nxjerrit. Sipas të dhënave zyrtare, vrasja nuk ka motive etnike dhe fetare, ndaj përpjekjet për ta vënë atë në kontekst teknik janë të dënueshme dhe të papërgjegjshme. Dënojmë gjithashtu vandalizmin e shprehur gjatë protestave të dhunshme të ditës së hënë, thuhet në kumtesën e BDI-s. Partia u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të ruajnë gjaktësinë dhe vetëpërmbajtjen e tyre dhe të kontribuojnë së bashku me institucionet siç thuhet në rikthimin e rendit dhe të sigurisë. Bashkëjetesa ndëretnike paraqet vlerë që kërkon kujdesin dhe përkushtimin ton, pa haruar se sjelljet individuale të gjithë secilit mund të ndikojnë drejt për së drejti në këto marrëdhënie. Prandaj në momente si këto është i nevojshëm kontributi të gjithë ne për të ruajtur këtë pasuri të trashëguar dhe të kultivuar ndër vite dhe dekada, përfundon kumtesa. VMRO DPMNE përmes një komunikati për media ka dënuar vrasjen e të riut Angel Petkovski në lagjen Gjorçe Petrov. Ajo me këtë rast i shpreh ngushëllime të thella familjes Petkovski për humbjen e të birit. VMRO DPMNE thret në qetësimin e situatës, ftojmë në urtësi nga të gjithë faktorëve me qëllim që të mos lejojë që situata të eskalojë më tej. Thrasim të gjithë faktorët politikë dhe partitë politike që të mos keq përdorin këtë humbje njerëzore për ballafaqime të imta politike. Apelojmë deri tek rinia, të cilët këto dy ditë shprehin pakënaqësi dhe deri tek familjet e tyre të lejojnë që shteti të veprojë në pajtueshmëri me ligjet. Çdo aktivitet në kundërshtim me ligjin nuk ndihmon dhe nuk është i drejtë, por vetëm mund të çojë shtetin në sfida serioze dhe të krijojë tensione, thonë në VMRO. Partia Nikola Gruevskit madje përshëndet reagimin e shpejtë të institucioneve të sistemit MBB, prokurorisë publike dhe instancave gjyqësore në drejtim të zmarrjes së rastit, gjetjen e autorit të vrasjes dhe procesuimin e më të qeshëm të tij në procedura legale dhe legjitime të shtetit. Inkurajojmë institucionet të vazhdojnë me vendosjen dhe mbrojtjen e rendit, paqes dhe sigurisë. VMRO DPMNE apelon deri tek të gjithë për qetësim, urtësi dhe përgjegjësi, thuhet në komunikatën e VMRO DPMNE-s. Ndërkohë pritet që më vonë edhe Partia Ali Ahmetit BDI të dalë me një komunikat kësaj lidhur me rastin e maturantit Maqedonas. Ekipet negociatore mes VMRO DPMNE-s dhe BDI-s më së voni deri të premten do të fillojnë me shpërndarjen e resorëve qeveritare dhe sekretari i BDI-s Abdulaqim Ademi ditë më parë doli me qëndrim se përputhja e platformave partijake në një platformë qeveritare është thuajse punë e kryer. Gjithnjësi është thënë më parë do të formohet edhe ekip ndërpartijak që do të punojë në agjendën euroatlantike dhe europiane të shtetit, që është edhe në bazë të koalicionit qeveritar. Ndërkohë nuk ka konfirmim zyrtar nga asnjëra parti për atë se me çfarë pozita do të paraqiten në bisedime. Spekulimet çojnë deri në atë që të dy partitë kërkojnë resorë të tjera, por kalkulojnë edhe me emra të ri. Kështu në opinion doli informacion që BDI me qasë të rriqet nga Ministria e Mbrojtjes për shkak se si dikasteraj duhet të bashkëpunojë me shefin e shtetit Gjorgje Ivanov, që për BDI-n ende nuk është i pranueshëm. Nga ana tjetër, BDI në bisedimet ka mëngul në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve për shkak të korridorit 8 Bullgari-Maqedoni-Shqipëri. Për këto dy hiqet e dorë nga Ministria e Ekonomisë dhe Ekologjisë, të cilat në periudhën e ardhshme do të ishin shumë e rëndësishme në pjesën e koncesioneve dhe investimeve të huaja, ku VMRO DPMNE dëshiron që të ketë rezultate. Nëse nuk ka marrëveshje për këto resor, spekulimet janë se BDI do të mbetet me të njëjtat ministri përveç atë të mbrojtjes. Mbeten edhe dy vendet e zëvendës kryeministrit, atë për eurointegrim dhe për implementimin e marrëveshjes Kornis. Nga VMRO DPMNE madje nuk kanë konfirmim zyrtar për atë se cilët janë llogarit për hyrje në bisedime me BDI-n për resorët. Burime partijake bile përmendi se është mirë dhe në favor nëse partia të rreq ka veçja Ministrinë e Ekonomisë dhe atë e Ekologjisë. Disa informacione nga kjo parti thonë se VMRO DPMNE është e gatshme të jep ministrit për punë dhe politikë sociale ose të arsimit BDI-s për të marrë resor tjera. Burime nga VMRO DPMNE thonë se resori i bujqësisë mbetet në duart e tyre, ndërsa dy partitë janë të kujdesshëm edhe në brifimin e emrave për ministra eventual, zëvendës ministrave dhe drejtorëve. Deri tani në opinion lidhur me këtë janë spekuluar shumë emra. Pas shembullit në Gjorçe Petrov, opinioni i Maqedonas mund të bindet se ka shpje politika nacionaliste dhe shoviniste Nikola Gruevskit dhe Ali Ahmetit e demonstruar gjatë fushatës parasqjedhore në zgjedhjet e fundit në Maqedoni. Ky ka qenë reagimi për PSD-s Tito Petkovskit pas zhvillimeve të fundit në këtë lagje të Shkupit, të verbuar nga dëshira për të mbetur dhe për të rritur pushtetin dhe fuqinë e tyre, me vetdije shtyn Maqedonasit dhe shqiptarët në konflikt të përhershëm dhe tensione ndëretnike. Të dy liderët në fushatën parasqjedhore vërtetonin në përsheshje me porositë e tyre nacionaliste. Nikola Gruevski nga Maqedonasit kërkonte
62 deputet që të mos kushtësohet nga Ali Ahmeti dhe t'i kërkojnë gjuhën shqipe, ndryshim të kushtetutës ose ndonjë nga 3 funksionarit e para të shtetit, me çka praktikisht direkt ka provokuar shqiptarit. Ndërsa tjetri Ali Ahmeti, duke provokuar maqedonasit nga shqiptarit, kërkonte 25 mandate që të mos mundet Gruevski vetë të formojë qeveri. Madje doli edhe me një testë nebuloze për president konsensual që të mos mund maqedonasit vetë të zgjedhin kryetarin e tyre të shtetit, kanë thënë në PSD. Për shkak se rezultatet e një politike të këtillë janë të qarta, Gruevski dhe Ahmeti nuk kanë kredibilitet moral që bashkë të formojnë qeveri të re. Ata padyshim treguan se nuk janë në gjendje të sigurojnë bashkëjetesë mes maqedonasëve dhe shqiptarëve dhe të sigurojnë paqe dhe zhvillim të sigurt të shoqërisë maqedonase, pohojnë në PSD. Rubin Dvojakov, avokati të pandeurit Naser Eshtrefi, ka thënë se nga kontrollet përkatëse në Ministrinë e Brendshme rezulton se Naseri është shumë i pastër, respektivisht nuk ka të kaluar kriminale. Ndërkohë, pas arrestimit ai është nënshtruar një kontrolli mjekësor, mendimin e të cilit janë vërtetuar lëndime të shumta që i ka marrë gjatë incidentit para Spitalit Evropian të Syve. Këtyre ditëve dëgjuam shumë badallallë që megjithatë me bindje të plot dhe pas kontrolleve përkatëse në Ministrinë e Brendshme, mund të them se Naseri është shumë i pastër. Ai nuk ka të kaluar kriminale, pra asnjëherë deri më tani nuk është akuzuar ose ditur më saktësisht nuk është autori ndonjë vepre penale. Emri i tij deri më tani nuk është evidentuar në evidencat kriminalistike, ka thënë për koha avokati Rubin Dvojakov. Të nesërmen para burgimit të Naser Eshtrefi, të akuzuarit për vrasjen e maturantit në lagjen e Gjorgje Petrovit, janë demantuar raportimet paraprake të mediave vendase, sipas të cilave Naser Eshtrefi më herët është paditur disa herë për vjedhje të ndryshme. Sipas orëve pas arrestimit, Naser Eshtrefi është nënshtruar një kontrolli mjekësor, mendimin e të cilit janë vërtetuar lëndime të shumta që i ka marrë gjatë incidentit para Spitalit Evropian të Syve. Sipas deklaratës së Naserit, ai është rrahur me një shkop bejsbolli, megjithatë për momentin nuk është gjetur atë shkopi bejsbollit, as stika që është përdorur gjatë incidentit dhe vrasjes. Gjatë javës së ardhshme ne do të fillojmë shqyrtimin e provave, midis të cilave gjenden filmimet e kamerave të sigurisë të Spitalit Shën Llazari, mendimin e të cilave do qartësohen shumë gjëra, sqaroi mbrojtja e të riut nga Gërçeci që u akuzua për vrasjen me thikë 18 vjeçarit maqedonas. Vetëm një ditë më parë, avokati duke u mbështetur në deklaratën e Naser Eshtrevis sqaroi se thika me të cilën është kryer vrasja ka qenë pikërisht e të vrarit Angel Petkovski dhe sa i gjatë rrahjes ka arritur t'ia marrë dhe me të e ka goditur 2 herë në vetmbrojtje. BDI nuk e shantazhon mandatarin, por së bashku me VMRO DPMN sërish e utojnë. Partnerët e koalicionit emrin e përdorin si alibi, blejnë kohë duke u hutuar publikun. Ka thënë në një intervistë për Faktori shrektori UEL Salajdin Abazi, i cili ishte nënshkruar edhe në listën e intelektualëve shqiptar, që kërkonin që partia fituese shqiptare të bëhet pjesë e koalicionit qeverisës. I pyetur për vrasjen e të riut në Gjorgje Petrov dhe reagimet pas këtij rasti, Abazi ka thënë se problemet vetëm se shkojnë duke u grumbulluar dhe kjo ndikon negativisht ndaj situatës së përgjithshme e cila është aktualisht në Maqedoni. VMRO DPMN dhe BDI si partner të deritanishëm të koalicionit si dhe partner të anshëm, shumë puni futën në qëllim. Edhe të mos ketë asnjë propagandë etnike, situata e padëshirueshme me gjaloshin e vrar, për shkak të situatës së brendshme në shtet mund që një fazë më të vonshme të ketë edhe dimensione tjera të padëshiruara, tha Abazi, transmeton Zhurnal. Ai ka thënë se fillimisht elitat politike duhet të japin kontributin e tyre në relaksimin e situatës dhe në tavolinë të përbashkët i zgjidhin çështjet ndërretnike. Çështjet dhe problemet që janë në duart e Gruevskit dhe të Ahmetit duhet i zgjidhin ata. Është fakt se po ndjet një shqetësim ndërmjet qytetarëve të cilët jetojnë në këtë vend, qoftë ata të jenë shqiptar apo maqedonas. Këtë Maqedonia nuk e meriton, ka thënë mes të tjerësh Abazi. Sipas Abazit, mungesa e opozitës në parlament thuajse pamundëson funksionimin normal të kuvendit. Një pjesë e madhe mediave greke ka njoftuar për vrasjen e Angel Petkovski, 18 vjeçar, duke shkruar se një shqiptar i ri ka vrarë një maqedonas. Kathimerini, Nefet Boriki, Tovima, Real Tane, etj janë mediat greke që kanë raportuar për këtë ngjarje, duke konsideruar se situata e krijuar në Shkup është tensionuar deri në ekstrem, ndërkaq incidenti është mjaft serioz. Pasi e kanë mësuar lajmin për vrasjen e ngjaloshit 18 vjeçar, qytetarët e Gjorgje Petrovit të revoltuar kanë dalë nëpër rrugë dhe kanë filluar të vrasin dhe të thënë gjithçka në rrugë, ka shkruar Kathimerini, duke shtuar se këto incidente sipas të gjithë treguesve ka marrë dhe karakter ndërretnik. Gazeta Tovima shkruan se ngjarje të tilla me karakter ndërretnik shpeshherë ndodhin në Maqedoni dhe janë rezultati i balancit të prishur ndërmjet shumicës maqedonase dhe pakicës shqiptare në vend. Organizata jo qeveritare Lëvizja për Vizion të Përbashkët do nënash për thunën e cila dy ditë me radhë po shfaqet në rrugët e komunës së Gjorgje Petrovit dhe kërkon nga të rinjt maqedonas që t'i qetësojnë gjakrat dhe drejtësia të merret me rastin. Nuk i shkruhet mirë një shteti kur drejtësia e cila duhet të zbatohet në institucione del në rrugë. Andaj përgjegjësia për ndërtim e një shteti evropian është në duart të çdo qytetari pa dallime. Jemi të trënditur nga heshtja e cila zotron tek partitë politike, të cilat si duket tani më shumë janë të fokusuar në ndarjen e posteve sesa për jetën e qytetarit, thuhet mëtej në komunikat. Organizata si janë të befasuar nga përfaqësuesit e 4 partive më të mëdha në vend, të cilat i fitojnë që të dalin në vendngjarje dhe bashkërisht të ulen dhe të bisedojnë me protestuesit dhe mos të lënë fatin e qytetarit në duar dhe mëshirë dhunës.
Instituti për Ullumtim e Politikave dhe Qeverisje Sëmir shpreh ndinjatën e thellë lidhur me ngjarjet e fundit në lagjin Gjorgje Petrov të Shkupit, që provokojnë marrëdhënie ndërretnike dhe ashtu të brishta mes dy komuniteteve shumicë në vend. Instituti konsideron se humbja e një jete të njeriu është akt që duhet ndënuar sikurse edhe shkatrimi i pronave të afaristëve shqiptar nga ana e popullatës së organizuar të kësaj lagje. Pra konsiderojmë se për të gjithë këto fjalën e fundit duhet ta kenë organet e rendit. Po ashtu vlerësojmë lart qetësinë dhe gjaktësinë e popullatës shqiptare kundrejt provokimeve të njëpasnjëshme, mbas ata dëshmuan se mund të kenë mirëkuptim për një humbje jetës të njeriu, por në vetdijen e tyre rastësi se pranojnë reagimin e disa prej tyre jo njerëzor, duke shkatruar gjithçka që është shqiptare në këtë lagje, thonë IHPQM. Në Gjorgje Petrov në mëngjes është qetë ndërsa komunikacioni po zhvillohet pa pengesa pas protestave të dhunshme që filluan pas orës 17 në shenjë revolte për vrasjen e maturantit Angel Petkovski. Pas protestave të cilët u organizuan përmes rrjeteve sociale, gjithsej 27 persona janë arrestuar. Prej tyre 16 janë dërguar në stacionin policor në Kiselavod, ndërsa 11 në stacionin policor në Karposh dhe pas dokumentimit të rasteve kundër tyre do të parashtrohen kallësime adekuate. Nga policia apelojnë deri tek qytetarët që të mos u nënshtrohen provokimeve të ndryshme dhe të mos lejojnë të futen në incidente më të mëdha. Sipas policisë, në protestë të pranishëm kanë qenë kryesisht të rinj të moshës prej 15 deri 18 vjeçar, antarë të tifo grupeve të ndryshme. Një pjesë e tyre kanë mbajtur fantome në kokë dhe shkopim bejsbolli. Natën e kaluar nga YouTube janë zhdukur incizimet e publikuara nga qytetar ku shihet sigurimi fuqishëm policor në protestat në Gjorgje. Me incizimet të shirë dhe kanali YouTube e një vajzë e cila ishte nënshkruar si Aleksandra që ka postuar të njëjtën. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se fshirja e videove s'ka lidhje me ta. YouTube është kompani private dhe nuk mundemi as që kemi kërkuar të fshin incizimet nga protesta e mbrëmshme. Ministria e Punëve të Brendshme nuk është pronare YouTube, ajo ka akush për shfrytëzim drejtonin YouTube, ka thënë për Plusinfo zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Ai ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme ka incizuar me kamera të veta protestën, por ka shtuar se nuk di nëse do i publikojnë ato incizime. Komiteti i Helsingut ka shprehur shqetësime serioze për eskalimin e urrëqjes në bazë etnike si rezultat i vrasjes së të riut Angel Petkovski. Këto ditë po kujtojmë rastin e Muhamet Ali Ashari, i cili humbi jetën duke munduar që të mbrojë shokun e tij Darko nga dhuna e një grupi të rinj në shkollën Zdravostovski Guc. Ngjarjet aktuale na rikujtojnë edhe në lëndimet e shumta gjatë trajneve fizike të cilat komiteti çdo ditë i përcjell mes të rinjve, kurse janë rezultati i urrëqjes së mbyll reciproke në bazë të përkatësisë etnike, thuhet më tej në reagimin e komitetit. Shpërndahet turma e shqiptarëve nga ura e Sarajit në Shkup pas apelit të Hoxhës. Nuk ka nevojë të qëndrojmë më këtu, duhet të kthehemi në shtëpi sepse situata është nën kontroll. Në emër të Zotit ktheuni në shtëpi, nëse ka nevojë dalim sërish taj. Zgjat e dorën Tetofe për krahur edhe nga disa organizata jo qeveritare të tjera do të ngrej iniciativë deri te komuna e Gjorgjës dhe qeveria për t'u dhënë ndihmë me mjete financiare nga buxheti pronarëve të objekteve afariste për renovimin e objekteve afariste të cilat pësuan nga trazirat e ndodhura disa ditë më parë. Kjo për të vazhduar punën e mbëtuqeshme në lokalet e tyre si qytetarë të ndershëm të Republikës së Maqedonisë. Pronësia private është e pacenueshme dhe e garantuar me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Për kërkesën tonë do të kërkojmë përkrahje edhe nga faktori ndërkombëtar përmes ambasadave të instaluara në Shkup dhe Zyrës së OSB-s. Nga avokati i popullit do të kërkojmë që të organizojë procedurën e dokumentacionit. Solidarizimin ndaj atyre të cilët pësojnë në fatkeqësi është humane dhe nuk ka përkatësi nacionale. Dhimbjet janë të njëjta, të gjithë që pësojnë duhet u ndihmojnë, thonë organizatën jo qeveritare Zgjat e dorën. Derisa i biri Sami Lushtakut, Mërgim Lushtaku, i kontaktuar me telefon nga Radio Europa e Lirë, ka ripërsëritur qëndrimi se negociata ka pasur gjë e martë, por dhe sot misioni europian për sundimin e ligjit EULEX ka mohuar se është duke zhvilluar negociata. Në një prononcim për Radio Europa e Lirë, Miguel Carvalho de Faria, zëdhënës në këtë mision, ka thënë se EULEX si reagues i dytë për mbështet policinë e Kosovës lidhur me situatën e krijuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës janë duke zbatuar vendimin e gjykatës, ndërsa asnjë prokuror nuk është duke negociuar me të pandehurit. EULEX do të vazhdojë që të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha autoritetet e Kosovës në mënyrë që të i vihet fund kësaj situate, ka thënë zoti Carvalho. Një gjykatë egjiptiane ka dënuar ish-presidentit Hosni Mubarak me 3 vite burgim për kryerjen e veprës penale të korrupsionit. Gjatë seancës së sotme në Kairo dhe 2 gjemtë e ish-presidentit Gamal dhe Ale janë dënuar po ashtu me burg. Ndaj tyre është shqiptuar dënim për veprën penale të marrjes së rishfetit, ndërsa të dy që janë dënuar me nga 4 vite burgim. Mubarak ka qenë akuzuar për shpordërimin e më shumë se 17 milion dollarëve të buxhetit të shtetit. Këto mjete Mubarak i kishte përdorur për renovimin e pallatit presidencial.